Edi futet në një debat të ashpër me Bian, duke mos kursyer asnjë fjalë të drejtë për drejtë dhe duke shprehur ndjenjat e tij pa dorashka. Ai i thot Bian se ajo ka qenë vetëm një mjet për të dhe se nuk i ka pasur asnjëherë ndjenja të vërteta për të. Sipas Edit, Bia nuk i ka interesuar kurrë në mënyrë serioze, por ka qenë thjesht një pjesë e lojës së tij brenda shtëpisë. Edi vazhdon duke thënë se Bia është vetëm një lodër për të, një mënyrë për të kaluar kohën dhe për t'i dhënë vetes qejf, sepse ai nuk ka gjetur dikë tjetër që ta bëjë pjesë të lojës së tij. Ai thekson se nuk ka pasur kurrë respekt të vërtetë dhe se marrëdhënia mes tyre nuk ka pasur asgjë të sinqertë. Duke lënë të kuptohet se çdo gjest i Bis është keq kuptuar dhe se për të nuk ka pasur rëndësi gjatë debatit, Edi nuk kursen as humorin e hidhur, duke ironizuar sjelljet e Bis dhe duke e përshkruar atë si dikë që është thjesht pjesë e lojës së tij, pa ndikim emocional. Ai shpjegon se për të nuk ka qenë kurrë çështje dashurie apo ndjenjash, por thjesht një mënyrë për të përfituar nga situata dhe për të përmbushur qejfin e tij. Banorët që ndjekin debatin mbeten të shokuar nga hapësira ku Edi nuk ndalon së foluri dhe nga mënyra si ai e tregon hapur indiferencën ndaj Bis, duke e bërë të qartë se lidhja mes tyre ka qenë krejtësisht artificiale. Atmosfera bëhet e tensionuar dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, por Edi nuk ndalet, duke vazhduar të shpjegojë se për të Bia ka qenë vetëm një pjesë e lojës, një lodër dhe se nuk ka asnjë rëndësi reale për të në këtë pikë. Në fund, debati lë pas shumë emocione të tensionuara, me Bian që duket e lënduar dhe tërësisht e pafuqishme për të kundërshtuar argumentet e Edit, ndërsa Edi mbetet i qetë dhe i vendosur, duke bërë të qartë se marrëdhënia e tyre ka mbaruar dhe se për të gjithçka ka qenë vetëm lojë.